Mirë broma, 2 bomba të paplasura kanë në dorë Edi Rama, 2 bomba të cilat janë me sigurisë të hequr, por nga momenti në moment mund t'i shpërthejnë duke goditur qeverisjen e tij. Në fakt, njëra, ajo për Akshin, është tashmë me kapacitetet plota në duart të Spakut, ndërsa tjetra, ajo për Belinda Ballukun, është në dorë të Kuvendit dhe sot i ka shkuar USB-ja kryetarit Niko Veleshit për të shqyrtuar çështjen në komision për heqjen e mandatit. Për të diskutuar rreth kësaj problematike, unë kam të ftuar këtu avokat Eugen Beqi. Mirëmbrëma Eugen, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Okej, o kemi për të folur sot, o s'ka pasur ndonjëherë? Po ka ca vite që kemi për të folur. Po ka ca vite, po si këtë radhë jo, 2 për një herë nuk ka bërë vaki. Po se kanë qenë kombinuara, herë pas here, një korrupsion, një krimi organizuar, kurse këtë radhë po quhen të dyja, ti quajmë të dyja në një sektor. Të dyja qef të flasësh në paç, domethënë ke sa do duash. Shiko, dua ta filloj nga Belinda Balluku. Neve kemi qenë bashkë në një panel 2 ditë përpara dhe me saksi matematikore parashikove, the kjo është masa me e lehtë që po i japin, është gabim që s'po e pranojnë, sepse Spaku do avancoj dhe do kërkoj heqjen e imunitetit. Si e shikon ti këtë? Është një nevrikosje e Spakut, editorialist, qoftë të majtë thonë që Spaku po e bën nga inati gjithë këtë punë, se po një inat fëmijë. Ti si e shikon? Të heqim pjesën e parë të anës njerëzore. Në rast se është çështje inati, normal që nuk besoj që ka prokuror të papjekur të cilët merren me cicmice. Po dhe në rast se është çështje inati, kush e nxiti këtë inat? E nxiti mazhoranca me veprimtarinë e saj, domethënë kur flas veprimtarinë e saj, ato lëvizjet në gjykatë kushtetuese, diskursi politik, qoftë edhe i kryeministrit të Shqipërisë nëpërmjet atyre serialeve të tij. Të gjitha këto, në rast se kanë nxitur, atëherë ka një prapavit të çuditshme. Por unë nuk e shoh kështu. E shoh nga pikpamja juridike. Në rast se ti ja mbyll të tëra shtigjet prokurorisë për të bërë një hetim sipas saj të pacënuar, të pahelmuar, si quhet në këto kohët e fundit të provave, atëherë ajo nuk kishte rrugë tjetër. Nuk kishte rrugë tjetër sepse ti po i hiqe çdo lloj mundësie për një mas sigurimi. Nuk e le të shkonte në rrugën procedurale të një individi që janë cënuar të drejtat, edhe një individ po përpiqet që të kërkoj të drejtën e tij në gjykatë apelit, në gjykatë lartë, në fund në gjykatë kushtetuese. Ti e preve këtë rrugë, i re më shkurt. Dhe the, jo, do ndërhyj unë si kryeministër në gjykatë kushtetuese. Dhe çfarë bëre? I hoqe nga dora prokurorisë atë element që ajo donte ta ruante. Thoshte mos më prek më provat derisa unë mbaroj hetimet, se çdo të ndodh nesër unë nuk e di. Këto domethënë janë të dyja të gërshetuara. Jo një inat, të themi, por një mënyrë e çarmatosjes e heqjes së armëve që kishte prokuroria në dorë, në mënyrë reaktive, dhe çfarë bëri? Prokuroria e posaçme strategjikisht veproi, po themi, në mënyrë të zgjuar. Pati një çështje tjetër, ndërhyri me çështjen tjetër dhe kërkoi një mas sigurimi e cila është më e rëndë. Prandaj edhe atë që ju thoni unë para 2 ditësh e thash, lere mos e prek. Po ta themi nga pikpamje popullore. Lere mos e prek, më mirë të vazhdoj kështu. Mos e nguz grethin me krande se e nguz për zezën tande ka pas të nama drande. Po, fiks. Atere, në momentin që ndodhi diçka e tillë, pse e them, nga pikpamja procedurale, masa e parë u arkivua. Pse u arkivua? Nuk lejon kodi procedurës penale që ti të kesh një mas tjetër, po për të njëjtën vepër penale. Atëherë çfarë bëri prokuroria e posaçme? Hapi sirtarin, nxoli një çështje tjetër. Për këtë çështje tjetër, tha unë nuk kam asigurime. Kaq e thjesht ishte situata. Shiko, ti më the në fakt kur folëm, the që Dritan Premçi nuk është natyrë agresive, nuk është natyrë konfliktuale si prokuror, domethënë, madje është natyrë e tërhequr. Dhe ndoshta kjo edhe përforcon atë që the që nuk i lan rrugë ku të shkonte dhe ishte i detyruar ta bënte këtë. Po mirë, një pyetje, ti ke qenë vetë prokuror. A nuk mund të bënte të shkonte të sekuestronte gjithë materialet, të thoshte tash i bëj çfarë duash unë materialet i kam këtu. Kjo është një mënyrë. Por ka disa kritere caktimi mas të sigurimin që të ve në pozitë, po themi teorike, jo në pozitë praktike që themi se po e mbyll njërin sy. Sekuestron gjitha këto materiale. Por unë kam të vështirë të them
që ti që akuzohesh për të njëjtën vepër mund të mos ma përsërisësh prap mua. Dhe ky është një kusht themelor për caktimin e një mase sigurimi, si shtrënguese dhe ndaluese për personin që ti e akuzon. Pra, në rast se unë mendoj që ti ke abuzuar me detyrën tënde, nuk mund të të le dot më në detyrën që ti ta kryesh, pavarësisht provave që unë kam konservuar, i kam mbledhur. Pastaj, nuk janë vetëm sekuestrat prova, janë dhe provat me dëshmitar, të cilat për shkak të funksionit tënd, ti mund të mindosh, ti mund të ju bësh që të ndrojnë thënjet ata persona. Janë një grup provash të cilat ti mund të ndikosh. Prandaj, unë thash dhe e them, gjëja më e zgjuar që ka bërë prokuroria e posaçme, atë ja kemi kërkuar, ne kemi ka 3 vjet që e kërkojmë në fakt, në për çdo panele, në çdo diskurs publik, që themi vlerëso saktësisht kriteret e caktimit masës sigurimit dhe mos e rëndo tjetrin me arrest në burg apo arrest shtëpi, si arresti burg, si arresti shtëpi janë të njëjta. Dhe në këtë rast gjykata prokuroria e posaçme kërkoi një masë e cila ishte më se normale në kuptimin e atyre që kemi parë më para, e represionit të mëparshëm. Prandaj thash që kjo masë ishte normale për këtë veprimtari. Në rast se teplohet, në rast se ti janë mbyll të tëra shtigjet, e ke parasysh atë llojin e masës, në rast se mbyll tëra do t'i dhe të syt. Dhe kjo është situata e cila nuk duhet të ndodhte për sa i përket çështjeve. Është një diskutim tjetër. Nëse kjo çështje që flasim sot për heqjen e imunitetit do të hapej nesër, do kish nevojë përsëri për masë sigurimi, sigurisht që do kishte nevojë për masë sigurimi. Mbase nuk mund t'i lidhim të dyja atë inatin pse ndodhin gjykat kushtetuese me këtë pjesën tjetër, por mbase thjesht erdhi momenti që të bëj një masë sigurimi e tillë. Prandaj them që nuk është vetëm marrja e provës, që unë e mora tani dhe jam i qetë. Kjo mund të ndodhi, marrja e provës mund të ndodhi kur përfundon tërhetimi, kur ti ve vullën hetimin dhe e thret personin për të përfunduar hetimet, po aty nuk ka vend për masë sigurimi. Që ti jemi sinqert, për rastin që ju thoni të zënës kryeministres, kur dëgjova marrjen e Pandeor, pyeta kolegut, i thash ore, u bë dhe njoftimi i njoftimi përfundimit hetimeve apo vetëm njoftimi i akuzës? Jo, më tham, u bë vetëm njoftimi i akuzës. Aty kuptova që nga pikpamja procedurale do vinte nesër dhe masa e sigurimit. Se kjo që thoni ju është situata e vetme e parashikuar në kodin e procedurës penale kur përfundon hetimin. Në rast se ka përfunduar gjithë hetimi, atëherë unë nuk kam vlerësuar të caktoj një masë sigurimi dhe nuk caktoj më masë sigurimi. Por në rastin konkret kishim vetëm një njoftim akuze dhe vazhdimin e hetimeve. Ky është një problem që do pritej patjetër masa e sigurimit. Është qartë. Një diçka tjetër, gjithmonë, sepse duke mos qenë profesionista dhe na bëjmë avokatin e djallit, tamam avokatin. Në këto kohë të fundit nëpër panele janë shtuar shumë avokatë. Mos e pyet. Në fakt unë nuk e marr guximin asnjëherë të filloj të gjykoj nga kjo pikë, sepse kam kuptuar që jo më kot sa njerëz bëjnë 4 vjet shkollë, bëjnë magjistraturë. Jo vetëm aq, por ne nuk e bëjmë dot gazetarin. Po, që ti këmbej. Megjithëse unë e kam bërë para disa vitesh. Një jurist do ishte një gazetar shumë i mirë, një gazetar është vështirë të jetë jurist. Por gjithsesi më duhet të heq një kuriozitet tjetër. Ka ndodhur për shembull që Berlusconi, po tani po i thras mendjes, Berlusconi duke qenë kryeministër ka qenë në ndjekje penale për disa çështje, por në fakt asnjë çështje s'ka pasur lidhje me funksionin e tij. Prandaj edhe nuk është bllokuar në këtë pikë. Sepse ideja është tu. Okej, ndoshta ai si kryeministër mund t'i bënte presion dëshmitarëve. Po është e largët ajo. Kurse në rast se ti akuzohesh për atë që po kryen ke zyra jote, masën do e kesh për zyrën tënde. Nuk do e kesh për mjetin që ke jashtë, automjetin. Në rast se ti akuzohesh për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, nuk do hypesh më në timon. Por në zyrë do shkosh. Domethënë kanë lidhje drejt për drejt vepra penale me masën e sigurimit. Ka lidhje drejt për drejt ku krijohet prova dhe ku ruhet prova dhe pastaj sa ndikon ti në këtë provë. Shiko, vim në momentin që sepse pastaj nëse nuk jam miraton, kalojmë në fushën politike komplet. Por nëse jam miraton heqjen e imunitetit, në këtë moment Belinda Balluku kërkon, domethënë për Belinda Ballukun kërkohet një masë tjetër
një kërkesë tjetër që mos shkojë në zyrë, apo kjo e përfshin këtë që tu hoq imuniteti mos shko më në zyrë? Jo, të kuptoj, jo, s'ka lidhje. Se dëgjova shpesh edhe në për rrjetet sociale që diskutoj kjo historia e heqjes imunitetit, automatikisht është e futur në burg apo automatikisht është aty, jo. Procedura është e tillë. Heqja e imunitetit, duke patur në konsiderat ndryshimet që kanë ndodhur mbi imunitetin e politikanëve në Shqipëri, sepse më parë politikanët kishin imunitet dhe për ushtrimin e ndjekjes penale. Në rast se do ishte imuniteti i plot, nuk do merrej dot as e pandehur, nuk do hetoje absolutisht asnjë person që kishte imunitet. Sot që flasim, hiqet imuniteti për 3 arsye. Për kontroll, ku përfshihen kontroll personal dhe kontroll banese, dhe për masat sigurimi, arrest në shtëpi dhe arrest në burg. Si është procedura? Në rast se parlamenti e miraton, nesër prokuroria mund edhe të mendohet, edhe rrofsh që më hoqë imunitetin i thot parlamentit, unë dua vetëm të bëj një kontroll banese. Për ka që doja heqjen e imunitetit? Pa e kam gjithmonë personin pa imunitet. Po, ose kundërta, rrofsh që thot që më hoqë imunitetin, por unë do i kërkoj një masë sigurimi arrest në shtëpi. Çfarë mund të ndodhi? Masë sigurimi do paraqitet në gjykat, sepse nuk është automatike heqja e imunitetit që miratohet masë sigurimit. Heqja e imunitetit, sipas legjislacionit, thjesht dhe vetëm jep rrugë, jep të drejtë prokurorit të bëj kërkesën, pastaj e miraton gjykata një nga këto 3 kërkesa, apo nuk e miraton, është diskrecioni i gjykatës. Pra të bëjmë një absurditet, të krijojmë një absurditet. Çohet prokurori, parlamenti ja hoqi imunitetin, çohet prokurori, kërkon arrest në shtëpi, po themi. E paraqit kërkesën në gjykat. Gjykata thotë jo, nuk ka nevojë për ekzistencën e kushteve të masë sigurimit arrest në shtëpi, unë do t'jap një masë tjetër më të lehtë. Mund t'jap pezullimin, por nuk është automatik pezullimin. Më falë, gjykata mund t'i japi pezullimin nga detyra siç ja dha në fillim, siç e kërkoi në fillim? Po, në rast se ka kërkuar arrest në shtëpi, mund t'i jap gjykata, jo, thot gjykata, nuk janë kushtet e kriteret për arrest në shtëpi, por janë për pezullim. Aq më tepër, për pezullim nga detyra. Po, për pezullim nga detyra, flasim. Këtë që i frenoi kushtetuesja. Aq më tepër kur sot jemi domethënë ditën që është i hequr imuniteti, është tabula rasa pasaj. Derisa e ke pa imunitet, fakti që ti mund t'i caktosh dhe arrest, një nga 2 arrestet, normal që më të letën ja cakton se i është hequr imuniteti. Prandaj këtu është dhe i paradoksi që diskutohet mes juristësh. E ke më të lehtë për një person me imunitet kërkosh arrest në shtëpi dhe arrest në burg, se sa pezullimin, sidomos për një ministër. Kjo është absurdi. Domethënë, unë s'të leta pezullosh, po të leta arrestosh. Këtu nuk ka sens. Sens logjik, jo ligjor. Se sensi ligjor hajta të diskutojmë. Pra, jo automatikisht mund të ndodhi, por mos harrojmë në një gjë tjetër, se do vëmë në një ngërç tjetër. Në rast se personit i caktohet masë sigurimit të arrest në shtëpi, pyetja që lind është, e ushtron dot detyrën? De facto je i pezulluar. Po. Se nuk mund ta ushtrosh detyrën, sepse është një detyrë publike, nuk është një detyrë private që unë do të vi si administrator i firmës tënde dhe të hetësh sa firmë. Kalojmë pastaj si të rasti Erion Velis. Fillon një situatë tjetër, pastaj komplet tjetër. Prandaj kjo është situatë që situatë ngjashme që Erion Velia nuk është i shkarkuar, po ndërkohë edhe ajo është situatë absurde, dhe ajo një situatë akoma më absurde. Dhe të gjitha këto absurde që po na krijuan këto ditë janë vetëm për faktin që siç duket nuk janë bërë mirë llogaritë e baballarëve të drejtësisë kur kanë bërë atë reformën. Nuk kanë llogaritur që do shkonte kaq rënd. Po se kanë menduar. Po jo vetëm se kanë menduar që do shkonte kaq shtelltika, po pyetja që lind është, në rast se ti ja kërcet tërë kryetarëve të bashkisë me masa sigurimit të këtij lloji, nuk mund ta lësh në diskrecion dhe në subjektivizëm të prokurorit, që po të vendos prokurori mirë. Jo, më prokurori do vendos tërë kryetarëve të bashkisë arrest në burg. Çfarë do bësh, zgjedhjet parakoshme për gjithë? Kjo është situata që duhet menduar dhe në ligj. Ka forma ndryshme të ekzekutimit të një urdhrese penale. Në ç'u kuptoj me këtë? Në rast se ti do të mos kesh një kaos ligjor, kaos kushtetues, që ne flasim, se ky është kaos kushtetues për hir të vërtetës, se një palë thot kështu, një palë thot ashtu, ndërhyn gjykata kushtetuese me drejt për drejt ajo ndërhyrje e dha vendimin e saj. Atëherë, rregullo disa ligje dhe thuaj, o zotëri, në Republikën e Shqipërisë, çfarë personi cili person merret në nënhetim apo i pandehur, do pezullohet nga çfarë do lloj detyre. Ka dhe ajo zgjidh kjo punë. Që mos i hysh tyre të lasheve. Nëse kalojmë te kryeministri, pastaj i bie që ti bllokon qeverinë, nëse kërkon pezullimin. Janë të gjitha parashikime që duhet të ishin llogaritur në arsyen ligjore. Po pra, dhe unë për këtë vazhdoj në ngul këmbë. Kryeministrin
këshilltarët e kanë, domethënë, më fal që po e them, mund ta kenë këshilluar keq. Nuk mund të kërkosh në gjykatë kushtetuese vetëm për një person, për një individ. Duhet të bësh parimin. Është ai parimi që quhet në kërkimet kushtetuese abstraksionin. Abstraksionin që duhet bëj kryeministri ishte, po, në eni 242 i kodit procedurës penale, bie ndesh me kushtetutën, bie ndesh me ndarjen e parimit pushteteve, sepse në atë nen thuhet nuk mund të pezullohen të zgjedhurit sipas ligjit elektoral. Në ligj elektoral në Shqipëri dihet që zgjidhet kryetari i bashkisë, deputeti dhe këshilltarët bashkiak. Po të tjerët, derisa janë të zbuluar, atë rregulloje. Përveç këtyre, vëri një presje ligjet dhe shkruaj dhe ministrat dhe ja zgjidhe. Dhe e kërkon këtë në gjykatë kushtetuese. Se s'do rish kërkosh për çdo individ, se nesër prokuroria e posaçme mund të të marrë çdo ministër ty. Ti do rish ke deri gjykatës kushtetuese me padin dorë. Nuk mund të ndodhë kështu. Atë duhet zgjidhur në abstraksion që quhet kjo. E qartë, ndoshta ka Rama po pret kaloj edhe këtë betejë, ndoshta ose më saktë kështu duhet ishte, duhet kaloj edhe këtë betejë, sepse është ndodhur në kënd, por pastaj duhet t'i japë një rrugëzitje ligjore definitive. Këtë duhet që më parë, sepse këta e panë që me kryetarët e bashkive, alarmi u vu që me kryetarin e bashkisë Tiranës. Tash ndodhi me zonës kryeministër. O zotëri, jemi në një situatë të re, jemi në një realitet të ri. Ti more një sër kompetenca shtutuat, bëre superfuqi një organ që është prokuroria dhe gjykata e posaçme, atëherë pse nuk more në konsiderat dhe faktin që mund të jesh përballë situatave të tilla, që duhet i rregullosh me ligj, sepse disa absurd është ligji. Është në këtë formë që në rast se një ministër, në rast se një zyrtar i lartë edhe i qëllon gruan e tij me shpull, e merr prokuroria e posaçme. Kompetenca kjo është. Po ja, 3 ministra i kemi të dehur, u kapën në timon të dehur. U pezulluan këta. 3 ministra të tjerë rrafën gratë, 3 të tjerë vodhën, ti ku qeveria duhet rregulluar me ligj kjo, por nuk rregullohet rast pas rasti, se vete ikën koha. E qartë. Atëherë, Ben, si e shikon situatën Balluku politikisht, sepse juridikisht e zbërtheu avokati. Ti si e shikon rastin Balluku? Domethënë, mua më duket në një nga momentet më të vështira të Edi Ramës. Nëse mendimi im personal nuk do ta japi, rrëzohet komplet reforma edhe rrezikohet shumë antarësimi. Po në qoftë se do ta japi, është ajo që i kanë kaluar gardhin, i ka hyrë në oborin e shtëpisë. Unë kur dëgjova argumentimin e shumë profesional të avokatit, për një moment më erdhi Kafka në kokë me portat e ligjit, me atë parabolën famshme, sepse ndërsa për avokatin ka koncepte juridike, të cilat pastaj çojnë në koncepte logjike dhe zbërthen situatën. Shumë ftohtë si kirurg që të hap dhe pa rëndësi ka cili është. Dhe kalon në pjesën logjike. Në pjesën politike, dhe duke marrë parasysh pjesën e parabolës Kafkës, ne jemi para një situatë të tillë që ti je përpara një porte, ti arrin të hapësh dhe përpara deri një portë tjetër. Të deri një portë pafund. Shumë duket situata e zonës Balluku. Gjenezën e fajit e gjetë tek zoti Rama. E para që në mandatin e kaluar, zonja jo thjesht është përfolur, është akuzuar nga firma të cilat kishin lidhje me tenderat, plus me situatën energjetike në vend dhe tjera që institucioni i saj ishte institucion jashtëzakonisht problematik. Në mendimin tim politikisht, duke ditur forcën e madhe të tij, mund ta kursente nga posti i lartë i zëvendës kryeministres dhe nga atributet e jashtëzakonshme të fuqisë. E çuditshme ishte në fakt sepse para 3 muajsh ka qenë qartë situata që kjo ishte njëri në target. Ky ishte paradoks. Dhe zoti Rama mendoi që para disa muajve arriti që edhe ta snobonte sistemin e drejtësisë. E para nuk besonte me çka kanë parë, ashtu siç nuk beson më në pushtetin tonë, që snobon hapur. Ashtu filloi të snobonte edhe sistemin e drejtësisë. Ndaj diçka me avokatin, por ndoshta ai mund ta shpjegoj prapë më mirë se unë, sepse është në materien e vet. Për mua gjeneza e gabimit fillon që në momentin kur u ngritën 140 kartona në shërbim të reformës.
Pse? Bje shumë dakord, po si ishte kjo tema? Pse, jo, çfarë dua të them? Mos rëshqit aty do kaloj patjetër. Unë kam qenë fan si madh i kësaj reforme, po kur kam parë zbatimin konkret për emra konkret që unë i njoh më është dukur pa e 40 vota dhe 2 puthje. Okej. Dhe atje brenda ka dhe jurist, ka njerëz që njohin ligjin, ka njerëz që njohin shtetin. Për fatin e keq ju e dini tani një pjesë e legjislaturës na bën me turp të treve, se themin, nëse këta janë përfaqësuesit tanë, po vendi jonë shoqëri cili është. Më besoni tanë, nuk doli asgjë që të shpjegonte që antropologjia jonë, politike, sociale, juridike, unë besoj dhe kanuni ka probleme tek ne. Lere që ne kemi fryrë, të mbante një reformë të tillë dhe dalim tek ato shqetësimet që juristët e mirë duhet t'i adresonin, sepse janë të mirë paguar, të mirë këshilluar, të mirë trajnuar. Dhe besoj juristët e mirë, reforma gjithmonë ka karakter matematik brenda. Do shkonin në logjikë të thonin që po në rast se ti ngacmon ekzekutivin, po në rast se ti shkon kështu, po në rast se ti shkon kështu, ka gjë është kërkuar. Ndërkohë, më fal dhe këtë, energjia më e madhe është për të quar kraun se sa për të reguluar reformën. Reforma do ishte shumë mirë të kalonte edhe me 2/3 dhe kaq, por të paktën të kishte ca zëra oponent që të adresoshin dhe më kollaj shqetësimet kushtetut. Por, kini parasysh diçka, kushtetuta jonë është riparuar mbi 17 herë. Në këtë rast, një riparim tjetër në mendimin tim, që nuk është në një gjë e madhe, është që shumë e madhe për pjesën e moralit kushtetutës. Është domosdoshëm riparimi nga pikpamja e teknikës legjislative, jo vetëm aq, është domosdoshme se në janar përfundojnë këto komisionet e vetingut, edhe duhet i heqësh prapë nga kushtetuta ato që ke shkruar. Në këtë rast, shteti ju e dini që një kalim nga një cak tjetër është kalimi kur ndryshon kushtetuta. Dhe vendi jonë duhet kalojë në një referendum kombëtar dhe përgatitjen për një kushtetutë të re, sepse duhet kushtetuta, sepse ne po integrohemi në Bashkimin Evropian. Këto gjëra, zoti Rama, të paktën me grupin e këshilltarëve të tij, duhet i këshillon. Shiko, më fal, domethënë reforma ka shumë për të kritikuar, por në një gjë nuk e kritikoj që e ka çuar stekën në këtë pikë. 100 e reformës është ajo. 100 e reformës është ajo. Reforma plotoi 2 organe, që po i themi 2, po 1 është, sepse është prokurori gjykatë si funksionojnë si ansambul më vete, që janë speciale. Dhe ato që ju thoni është shumë e mirë. Iku fundi i ndëshkueshmërisë në Republikën e Shqipërisë. Nuk ka më të pandëshkueshëm në Republikën e Shqipërisë. Tashti, jemi në një fazë tjetër që do vihet në provë, në testim reforma përsa i përket. Ne do duam sot që flasim vetëm ndëshkim apo drejtësi. Ti je i bindur, opinioni publik do vetëm ndëshkim. Duan gjak, duan rrëmuj, duan zhurmë. Por drejtësia është komplet larg ndëshkimit. E para, dhe e dyta, çfarë prodhuam me reformën drejtësi? Ne prodhuam një propagandë shumë të mirë. Ajo që ju thoni është shumë gjë e mirë, që ndodhi vërtet dhe ne të revlerësojmë që është krijuar një strukturë e mirë mbështetur, e mirë paguar, e fuqishme, e cila të kput në mes, thoshte dikush. Atëherë, çfarë ndodhi me pjesën tjetër? Çfarë ndodh me publikun? Çfarë ndodh me njerëzit? 99.9% e publikut zvarritet për gjyqje civile, zvarritet për gjyqje penale, zvarritet për gjyqje administrative. Atëherë çfarë do të thotë? Në rast se qëllimi i reformës ka qenë vetëm për të dhënë fund ndëshkueshmërisë, atëherë drejt që e mori mos se prek sistemin e drejtësisë, krijon një strukturë siç ishte për të krijuar, sepse rezultatin do e kishe të sigurt. Kurse ti e bëre lëmsh tërë sistemin që do vite e vite të risillet në po themi në boshtin e tij dhe për të realizuar vetëm një qëllim të vetëm, për të krijuar një strukturë e cila t'i jap fund pandëshkueshmërisë. Normal, por dhe këtë nuk është se e quajmë diçka që vjen nga reforma, është diçka që erdhi nga koha, erdhi për shkak të kohës, për shkak të shumë elementeve. Nuk duhet t'ia veshim reformës, se në rast se ja veshim reformës, duhet t'i vëmë në reformës, duhet t'i vëmë edhe vetimun, që pati më shumë probleme se sa mirësi. Duhet t'i vendosim edhe reformën e gjykatave, që pati më shumë probleme se sa të mira. Shiko, ka politikanë... Ato hatën e gjyqësore që thonë. Ajo, prokuroria e krimit të... si u quajtë? Jurisdikcionit përgjithshëm. Jo, prokuroria për krimet të rënda. Për krimet të rënda, që kishin
ishte po aq efektive sa... Po ishte, gjithmonë ndodhe efektiviteti dhe çudia më e madhe është se në Shqipëri krijohen situata të tilla, krijohen institucione që kanë efektivitet, krijohen institucione që kanë sukses dhe ti çuditërisht e zeron. Vazhdojmë ka i Çeku i Bardhëve, po të kujtohet ai Çeku i Bardhë, historia e Çekut të Bardhë. Dhe ne nuk marrim që nga prokuroria për krime të rënda 1, 2, 3, 4 gjëra janë shumë të mira. Le ti trashëgojmë, le ti shohim sepse i stazhonuam ato, kaluan 15 vjet, u kriju ajo bërtham, një trup e mirë dhe një trup me përvojë. Dhe po ta vesh re, vitet e para prokuroria e posaçme, prokuroria e Spakut, në drejtimin e Zotit Kraje vetëm vuri themelet dhe ishte shumë mirë për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar, sepse kishte traditën e prokurorisë për krime të rënda, kurse në luftën kundër krimit të jakave të bardha dhe korrupsionit zyrtarëve të lartë, ishte në fillisat e vet dhe Zoti Kraje po themi vetëm sa vuri piketat, sepse ishte fillimi, ishin themelet. Nuk ishte përvojë në atë drejtim, nuk ishte asgjë për të patur në atë situatë. Prandaj ne bëjmë dhe atë sigurinë juridike dhe atë sigurinë e personelit ne kemi zero si shtet. Ne marrim personin dhe e hedhim, e fluturojmë. Nuk duam t'ja dim, nuk vem në peshore sa të mira sa të këqija ka ky person. Nuk trashëgojmë. Ne se kemi dhënë provat që në 90-ën ne nuk trashëguam personelin që ishte shumë i mirë. Po tham janë të tërë para 90-s do hiqen të gjithë. Në 97 ndodhi e njëjta gjë. Ndodh për njëjta gjë dhe me vettingun dhe krijon një pasiguri sepse ti si dritan, kur të futesh në një punë shteti, thua, "Ore drejt që e mori pas 5 vjetësh i kërcasi një reformë këta, edhe unë dal në rrugë." Edhe këtu prandaj nuk ke trashëgimni. Ne prandaj nuk kemi edhe një shtet të stabilizuar, pikërisht në këtë. Ky është elementi dhe unë e marr vetëm nga pjesa e sistemit drejtësisë. Dhe mua e di ku më erdhi keq kur u bë reforma, sepse kam njohur shumë prokurorë dhe gjykatës. Dhe shumë për tyre thoshin, si mund të më hedhësh poshtë ndërkohë që unë kam dhënë dënime me vdekje dhe burgime të përjetshme. Dhe në qoftë se ti një me burgim përjetshëm nëpërmjet mbas 20 vjetësh të del jashtë, ndërkohë këtë prokuror dhe gjykatës ti e ke hedhur në rrugë dhe e lejon të përballet me duar në xhep me një kriminal që ka dalë nga... Unë kam dhënë 10 burgime të përjetshme. Nuk është problemi i fatit tim personal, se unë do i gjej punë, më kupton, do i gjej... Do i gjej mënyrën, do mbjetoj edhe të reformat. Më e rrezikshme është dritani që vjen pas meje. Se nëse dritani shikon se si janë sjell me mua, pse do luftoj dritani? Pse të jetë ai që idealist? Pikërisht. Ky është thelbi i sigurisë së personelit. Rikthehemi, Ben, pasoja politike e mashmangët, e ke vest, mashmangë gjithmonë temën. Po të shmangë, po këtu e ka fajnë avokati. Sepse, do më thënë, të përballesh në argumente juridik me avokatin është si të futesh në ndeshje boksi me Tysonin, e kupton. Në mendimin tim, në aspektin politik, zonja Balluku duhet ishte treguar e kujdesshme. E para duhet ta shmangte mandatin e dytë dhe në këtë çast dhe pak më përpara duhet të jepte dorëheqjen. Duhet të jepte dorëheqjen e para për të shpëtuar ekzekutivin që i ka dhënë pushtet si askush tjetër. Dhe dyta për të përballur ligjin. Kam diçka që më bren shumë. Kam përshtypjen se duhet të jetë ekspertiza e huaj kjo duke njohur antropologjin ton që përgjimet i nxjerrin. Nuk është aq e thjeshtë që ne kujtojmë se përgjimet bëhen thjesht si politike e njerëzve të Spakut. Duke ditur që ne kemi bërë gjyqje publike gjithmonë, duket që edhe tuajt ja u kanë referuar indirekt ose ata kanë mënyrat e tyre dhe zoti Beci mund ta shpjegojë shumë më mirë se unë që mund ta përdorin si element dhe zonjën Balluku tashmë ja kanë dhënë publikut dhe nëse janë vërtet ato përgjime, unë dua ta prezumoj si të pafajshme deri tani, sepse dua të jem logjik, ato përgjime janë të tmerrshme. Janë të tmerrshme për atë që ne thamë deri tani, funksionalizimin e shtetit, shpresën për një shtet të konsoliduar, për krijimin e një lloji tradite, për një pjesë drejtësie, dhe zonja jo vetëm që i sfidonte, jo vetëm që nuk ishte kod etik, në qoftë se gjithmonë janë vërteta përgjimet, por diçka më shumë. Dhe çfarëdo argumentash ne që bëjmë sot, kur përballesh me këtë pjesën e përgjimeve, janë të frikshme. Dhe zoti Rama duhet të arritë kuptoj apo Konrad Adenauer atë. Të lutem, po je zëvendës kryeministër. Dhe më fal, juve keni qenë vetë në takime ndërkombëtare. Të mjafton 2 takimet e para, 3 takimet e para dhe
fillon ta formatosh veten në mënyrën e sjelljes, në mënyrën e qëndrimit, në mënyrën e etikës komunikimit. Zonja mbas 6 vjetësh në pushtet ekzekutiv, po dhe më përpara në mos gaboj, në pushtet lokal të ketë të lloj qëndrimi, po më besoni, indirekt për njerëzit të cilët e ndjekin, për një brez i cili e ka humbur shpresën për vendin tonë, ka dhënë shembullin më të keq të mundshëm. Dhe prandaj ne jemi në dilemën e argumentave juridik, që patjetër një shtet nuk mbahet pa argumentat juridik, dhe në pjesën sociale politike. Dhe Zoti Rama duhet na i kursej këto akrobaci dhe mbi të gjitha duhet t'i japi fund cinizmit vet. Për shembull, nuk ishte pse ta përdorte atë me BK-n. Qofse ky incident bëhet me 2 njerëz që nuk e din ligjin. Jo, unë mendoj që ajo ishte një çuarje topi për sherr, nuk ishte një incident real. Mori real. përgjigjen e dur nga njerëzit e BK-s sepse ja shpjeguan. Dhe unë besoj që nëse unë jam më shumë i prirur të besoj dokumentin zyrtar, dhe ajo kanë të drejtë, nuk mund ta lësh pistoletën kot. Siç nuk lejohet, nuk ka protokoll që ta lësh kot, se po ndërhyj në ana teknike tani. Patjetër. Po që gjithsesi nuk ishim se shkonin me pistolet. Nuk është çështje pistolete. Nuk është çështje pistole. Po pra, po ne kemi thënë. Është çështje stilolapsi. Po pra, ishte çështje për të ngritur sherrin, se më kujtohet ajo shpreha e kuadrove të vjetër të mëparshme se kështu po na dele këtyre kuadrove të rinj të drejtësisë, janë dhe të pushkës dhe të penës. Po. Sa tash. Dhe tonë jemi para situatave shumë të vështira dhe mua më vjen keq që tek ne nuk se vën diskutimi për të ardhmen tonë, se çfarë do bëhet, se sa merremi me çështje të cilat më besoni mbas disa ditësh do jenë çështje dytësore. Shiko, ti e shikon këtë si një paaftësi të Ballukut për t'u përplasur në publik, është e vetmja zëvendës kryeministra një njeri më i fuqishëm që unë se kam parë një herë në panel televiziv. Nuk pranon të bëj interpelancë, me sa duket i ndjen deficitet e veta në prezantimin publik. Nuk e kam parë të bëj një interpelancë, 2 herë që ka dalë artikuloj shifrën gabim dhe i tha Erdoganit që unë i shikoj telenovela turke. Pra, ja ka lënë betejën Ramës sepse nuk është e aftë të përballet, betejën publike, e kam fjalën. Dhe kjo është prapë një problem i Ramës, se ka ditur se sa çast spesori ka ajo, apo i ka thënë Ramës, shiko, përplasu tillë se unë i kam bërë me urdhën tënd këtë punë. Unë besoj që janë të dyja. E para, ombrella e Ramës është një ombrellë të cilën gjithë ministrat e përdorin dhe me cinizmin e tyre. Po që edhe Rama ja u jep me kënaqësi, po ky është rasti më i rëndë. Por t'ju them një element. Zoti Rama të merr pak, të jep pak dhe të merr jashtëzakonisht shumë. Nuk harroj kur atë që i ka bërë zonjës Kumbaro, që unë personalisht nuk do të doja të rija më në ekzekutivin e tij. Ashtu siç ka bërë dhe ministra të tjerë në mënyrën se si ka përdorur. Në rastin e zonjës janë të dyja premisat që ju përdorni, të dyja deklamimet, edhe e para ombrella dhe e dyta. Zonja Balluku dhe askush ministër në ekzekutivin shqiptar nuk ka fuqinë që të kaloj mbi urdhrat e Ramës. Të them diçka, po shikoj tani në institucione për një diçka krejt personale. Nuk ka fuqi askush më shumë se sa titullari i ekzekutivit. Po patjetër, kjo dieta apo. Jo, po të them për gjëra banale. Dhe po mos pate decentralizim në institucione, është e pamundur të punosh mirë. Sepse sa do i fuqishëm të jesh si vizionar. Kam frikë se të rasti Balluku kemi një centralizim, por në dorë të Ballukut. Unë besoj që zonja Balluku është thjesht pjesa e terrenit, ndërsa pjesa të themi e cila komandon është Zoti Rama. Prandaj Zoti Rama, duke u marrë shumë me pjesën juridike dhe avokati e shpjegoi shumë mirë që duhet ta ngrinte si kazus të përgjithshëm, jo si kazus thjesht për zonjën, po tregon që i intereson vetëm ajo dhe duket që Balluku po luan fort me çfarë duket logjikisht me gjërat të cilat e implikojnë Zotin Rama. Dhe thjesht nisemi nga gjërat të cilat ne nuk i kemi njohur. Unë vetë ju kam thënë nuk kam informacion, as ke SPAK-u, as ke Kryeministria. Por një individ të cilin e mban para ardhjes së zonjës Kos me orë të tëra në zyrë, kur dihet fati saj, tregon që paktet që kërkohen janë shumë të mëdha.
sepse një lider ekzekutivi Shiko, ai shtatorshi është patjetër na ka bërë përshtypje të gjithëve. Po unë mendoj që ai shtatorsh kemi brenda edhe një ripozicionim të pozicioneve të secilit, sepse unë e mendoj, si e mendoj ju. Rama i ka kërkuar, e dua këtë tunelin e Llogaras, po e zum. E dua mbas 2 vjetësh që të kalohet aty, se zgjidh thjesht puna jote. Dhe Balluku ka marrë ata njerëz që firmosin. Dhe nga kjo vjen edhe bllokimi i shtetit, sepse këta njerëz duke qenë tek ahyt, vetëm firmos, pa hëse na mbron shefja, sot duke pasur frikën e shpatës së spakut, nuk firmosin më, se kanë frikë, nuk e njohin pozicionin e punës. Juridikisht kjo quhet fuqi parandaluese. Po pra, shiko, kjo ka anën e mirë se ka bllokuar ca njerëz që se njohin shtetin, se njohin ligjet. Se pyetja vetme që mund të lind nga prokurorët, që shpesh është ngritur kjo, është artikuluar kjo situatë, nga pikpamja e kriminologjisë, kjo quhet fuqi parandaluese. Unë shikoj që Dritani po dënohet, shikoj që Beni po dënohet, dhe nuk bëj të njëjtin veprim që ka bërë Dritani dhe Beni. Kjo është fiks fuqi parandaluese. Pyetja që lind është, juve zotëri, keni ndërmend të firmosni diçka për të vjedhur që s'po e firmosni apo si është puna? Se në rast se e ke ligjore, në rast se e ke në rregull dhe shikon që Dritani i kishte bërë gabim dhe u dënua, Beni i bëri gabim dhe u dënua, bëje saktë nuk do dënohesh. Kaq e thjesht është. Unë gjithmonë, unë kam qenë për vetë dhe kam pasur. Kurse ndalon ligji e lejon. Atëre, i bie që ti atë procedurë që po firmos, ke dyshimet e tua që është e paligjshme. Atëre bëhet të ligjshme se ti e ke dorë ta bësh. Në rast se ti nuk e bën dot të ligjshme dhe të urdhëron shefi, ka një zgjidhje shumë teorike, por është shumë katolike si zgjidhje, që ti duhet ta denoncosh shefin se shefi po të jep një urdhër të paligjshëm. Tash i vëm te fjala tjetër. A kemi një popullsi ose dorëheqjen? A kemi një popullsi kaq të ndërgjegjshme ne kaq të është problemi i madh. Unë mendoj se ka njerëz që japin dorëheqjen, nuk bien. Po të duhet ta denoncosh, më fal. Dhe duhet ta denoncosh përveç se jep dorëheqjen, se në rast se ju jeni shefi indirekt, du më thoni Eugen, dhe firmosësh të procedurën. Edhe unë them shef, por nuk është në rregull sipas ligjit. E di unë këtë punë do e firmosësh. Unë përveç se dorëheqjes duhet të kallëzoj ty penalisht sepse e duke bërë një shkelje të ligjit. Në pjesën avokat, në pjesën e infrastrukturës ka dhe diçka që është shumë pozitive për nënpunësit, të cilët vendosen para tjera të tilla, sepse ke konceptet e inxhinierisë ndërtimit dhe të konstruksionit. Dhe ti thua betoni nuk mund të thahet për kaq, ose ky tunel me këtë strukturë është kjo. Dhe këtë rezultat. Dhe çfarëdo që të thotë që bëhet, nuk e bën sepse ti do vrasësh njerëz. Do vrasësh, mund të bjeri, do dëmtosh ose do vrasësh dhe ti e ke fuqinë parandaluese që ta jep profesionit tënd. Është dhe etika profesionale. Nuk mendoj që shteti jonë ka kaluar në situatë që është jashtëzakonisht e vështirë. Kam diçka që po elaboroj këto ditë, po mendoj që për zotin Rama, shpëtimi vetëm i kësaj situate, ju e përmendni në mënyrë shumë elegante këtë që thoni ta kaloj dhe këtë, po kaloj dhe këtë, shteti jonë i bie të shkërmoqet fare, sepse po shkërmoqet opozita. Parlamenti është shkërmoqur më atë që. Unë mendoj që duhet të bëhet një mësim për të, domethënë që nuk bëhet, të them një element. Shtetet nuk bën me revolucione. Unë jam partizan i mendimit që revolucionet janë faqet më të zeza të njerëzimit. Patjetër, atë kanë treguar një pjesë, por ka një element këtu. Më thua një që ka treguar. Kur gjendesh para këtyre situatave me dinjitetin e ekzekutivit, ti kërkon, votbesimi nuk e kërkon në parlament sepse do e marrësh, por ti provokon zgjedhjet parakoshme. E para... është një situatë që është një variant që mund provokoj zgjedhjet parakoshme. Pse? E para sepse ligjvënësit që na ke sjell nuk e përmbajnë dot detyrën e madhe që sistemin e ligjeve tona ta përshtasin me akuisin e Bashkimit Evropian. Niveli që ka sjell zoti Rama është niveli turshëm. Niveli opozitës është akoma më i turshëm, ndërkohë që ekzekutivi vet ka probleme dhe ka njerëz me mec. Kërkoj qeverisje tjetër dhe zoti Rama gati sikur e ka ndjell pak, sepse në projekcionet që bëri në 11 maj nuk thoshte 2029, po thoshte 2030. E qartë. Dhe nuk e besoj, nuk dua të hamendsoj e kështu, po duke që zoti Rama i ka brenda gjitha asat dhe me këto kushte që është opozita, unë besoj dhe për atë mund bëhet një mësim i mirë, të paktën në parlament
na sjellin disa njerëz më normal. Reforma është e pamundur ta bëjë reformë parlamentare përballë me njerëzit e opozitës, domethënë për të zvogluar parlamentin, për të parë rrugtim tjetër. Por në një moment që opozita nuk të përgjigjet për reformë territoriale, unë çuditem që një opozitë që duhet ta kishte kalin e betejës vet reformë territoriale dhe pastaj reformë zgjedhore, kanë braktisë të dyja, vet po përçahen frikshëm. E vetmja zgjidhje për mendimin tim edhe për publikun ngelen zgjedhjet e parakohshme dhe me një sistem zgjedhor tjetër në mendimin tim. Kam idenë që nuk i do asnjëri zgjedhje. Opozita sidomos nuk e do zgjedhjet parakohshme. Absolutisht, por më fal, me atë fuqi që ka ligje që të vesh një sistem tjetër. Të lutem, me atë fuqi zoti Rama mund ta bëj, qoftë me këtë sistem. Ne me këtë sistem është tjetër gjë. Duke kërkuar vetëm një pakt që të ketë një qeveri tranzitore, që ta drejtojë ai patjetër, se s'mund të bëj lëshim që qeverinë tranzitore ta marrin teknokratët. Dhe me këtë rast edhe plotëson imazhin e tij para Bashkimit Evropian, sepse nuk është se kemi kaq imazh të mirë pa çka gjërave që penetrojnë ne, domethënë. Nuk e kemi aq të mirë saç po tregojmë. Okay. Dhe me çfarë shikohet paktën me gjërat që po na fryn, është shumë e vështirë 2027 për të mbyllur kapitujt. Edhe një element tjetër do na duhet të bëjmë lëshime të frikshme për Greqinë që ta marrë atë. Dhe ju e dini se çfarë është lëshimi i frikshëm. Sidomos vizita e ministres së jashtme që tha vajta për një takim, por nuk do diskutoj asnjë çështje të nxehtë. Mua më lat kuptoj që do të diskutojnë gjithë çështjet e nxehta, apo do t'i thuhet gjë publikut. Nëse kalojmë te Akshi. Është një dosje e frikshme. Dosje e frikshme ka 7 ditë nuk është bllokuar, unë jam në gjendje të marr një certifikat për 7 ditësh. Do jam bërë gati të kërkoj adresën e iranianëve. Që na kanë Telegram. Për një certifikat, çka kam ndonjë adresë, se më duhet certifikat. Kjo është një balans që duhet krijohet mes organeve ligjzbatuese dhe organeve të pushteteve të tjera, sepse në rast se ndërhyjet nga prokuroria me të drejtë, pa të drejtë, për caktimin e masave të sigurimit, shteti nuk mund të lihet në dorë të një individi. Ore, si thoshte populli më para, dolen rrugë shtypi makina, mos ja lënë dorë vetëm njërit. Dhe gjithë kjo situatë që ju thoni është për shkak të një mungese të plot parashikimit të situatave të domosdoshme në jetën njerëzore, jo aq më tepër jo për shkak të arrestimeve, por të jetës njerëzore. Ore, në rast se ndodh i zuri të gjithë gripi, se s'po i themi për një gjë tjetër, e mbetën të tërë në shtëpi, do rrit tërë populli pa certifikata, kjo është situata që ju thoni. Për sa i përket pjesës tjetër, se si do kontrollohen dhe se si prokuroria e posaçme ka konstatuar shkelje të barazisë në tendera, ka konstatuar korrupsion apo jo, në formën e grupit strukturuar kriminal, që për mua lëvon shumë për diskutuar. Është një debat shumë i madh teorik ai, po me që është rasti po e diskutojmë. Më thuaj një vetëm telegrafikisht. Telegrafikisht. Pse s'është grup kriminal? Grupi strukturuar kriminal është kur ne të tre mblidhemi me një mendim të qartë kriminal para, bëhemi shok me një mendim të qartë kriminal para. Por në rast se neve na ka mbledhur organigrama, nuk kemi pas mendim kriminal. Ne kemi qenë në një zyrë shteti, na ka mbledhur drejtori i kuadrit, si thon atëre, u emërua Dritani, u emërua Eugeni, u emërua Beni, u bëm të tre bashkë, hajde do vjedhim në zyrë. Kurse grupi strukturuar kriminal ka një logjik tjetër. Ne jemi në lagje të ndryshme, mblidhemi të tre dhe themi do fillojmë të vjedhim. Do fillojmë bëjmë një krim. Prandaj them që është çështje diskutueshme, por shohim se si do vjen në tëra shkallët e proceseve. Do ta provoj, nëse është nisur që në fillim janë nisur. Ndoshta duhet parë në gjykatën e shkallës parë, në gjykatën e apelit, por kjo i mbetet shumë kohë më vonë, i mbetet themelit, nuk i mbetet masave të sigurimit tani. Tani që do shohim, jemi kurioz të shohim se si janë shkelur barazi, janë tendera, se si janë keq përdorur apo jo fondet publike në Aksh, dhe të gjitha këto element duhen parë pasaj në provën finale që ka prokuroria e posaçme, ajo që quhet gjykimi. Tashti që jemi në masën e sigurimit nuk mund të diskutojmë asgjë tjetër. Jemi në dyshime të arsyeshme të bazuara në disa prova, dhe këto dyshime të arsyeshme të bazuara në disa prova lind detyra e prokurorisë posaçme të çojë deri në fund në procesin e gjatë të 3 shkallëve të gjykimit për t'i provuar apo jo. Në pamje të parë duket se është bërë një kasapan. Tash duhet ta shohim se çfarë ka ndodhur vërtet. Më fal, Rama përpara një jave deklaroi që mund të merren edhe shumë dokumenta të tjera, nuk i mbaj mend. Po çon kjo në një bllokim të shtetit?
Personalisht kam një jam që kërkoj certifikat dhe nuk jam në gjendje ta marrë, është i bllokuar sistemi. Unë them diçka më të kundërt. Të gjithë jemi jo të lexuar, po të parë edhe në përvoja tjera. A mendojmë ne që Japonia, Gjermania edhe shumë shtete tjera më të zhvilluara nuk bënin dot i Albania ose i Japonia nuk bënin dot diell? Shumë e vështirë të vlerësosh për sa i përket asaj që quhet krimi kibernetik, ruajtje lirive dhe drejtave të individit nëpërmjet ruajtjes së të dhënave të tij personale. Në një kohë që është një fushë shumë e re. Është fushë e re dhe fushë e pambrojtur, pavarësisht se ne përpiqemi. Si një ilaç i cili s'ka kaluar atë periudhën e testimit. Prandaj që këtu unë filloj të mendoj që mos jemi pak më të nxituar ne, se ne provat na u dhan, të kthehemi prapë ke prokuroria dhe te organet ligjzbatuese. A të goditi në qendër në zemër Iranit ty? Të shkatroj në çdo sistem. Themi Irani, sulmet kibernetike të mundshme. Një akt terrorist nesër tjetër, a mund të shkatroj totalisht? Atëre, pse je kaq i pambrojtur? Të tëra janë këto pyetje të cilat nuk e di, ne nuk mund të bëjmë pengesë së zhvillimit, por nuk mund të jemi dhe të parët në zhvillim. Dhe problemi është që ti i kërkon ndihmë një shteti tjetër ose shtete të tjera që të vinë të mbrojnë të dhënat e tua. Po pra pikërisht kjo është problematike. Ka një lloj ekuilibri për shkak të këtij ekuilibri shumë shtete perëndimore nuk e pranojnë që çdo qytetar të hyjë. Pse? Sepse bëhet e pamundur të ruash ti të dhënat personale të një personi kur një haker i talentuar ty të shkatrojë gjithçka. Më vërtet është. Ky është problem. Ka ndodhur në mund të gaboj. Dhe mbase ky është më fal që ndërpres dhe ky është dhe problemi i hetimit, sepse nga që është hetimi i ri, kemi të bëjmë me Albania. Ka kuadër ligjor për këtë? Ka kuadër ligjor, por problemi këtu nuk është ke kuadri ligjor, është ke ekspertiza. Dhe problemi është se si janë përdorur këto tendera për të blerë viruse, për të blerë software, për të blerë, domethënë blen ajër. Dhe është çike vështirë për të parë sa është abuzimi, si është abuzimi, ose mos është përvojë e re e themi hajde se më kujtohet një ministër shumë vite më parë, thoshte unë hedh shumë para në ato që quhen dranazhime, në kullime, në gjëra dhe presa të bjerë shiu i parë, ose por shiu i parë iku dheu, sumor veç sa kemi hedhur. Edhe kjo histori e ajrit në Albania është shumë e vështirë, aq më tepër ne duhet kemi konsiderat dhe faktin që organet tona ligjzbatuese nuk është se kanë ndonjë përvojë të madhe në krimet kibernetike. Se prokuror, gjyqtar, oficer, patjetër që do asistohen nga ekspert. Por krimet kibernetike ose fusha kibernetike në përgjithësi është shumë e vështirë dhe shumë e koklavitur. Madje unë nuk arrit ta kuptoj si mund të futësh privatin në një fushë kaq sensitive me tendera. Kjo është gjëja që më ka bërë më tepër përshtypje Ben. Tjetër shifra të 45 milion, 80 milion kur i shikoja, asnjëri prej tyre nuk dukej as Bill Gates, më dukeshin si kështu, sigurisht të shkuar në rrugë dhe hajde këtu të vë për cover ty se më duket. Duket sigurisht gjetur një fushë përshtatshme për abuzim. Prandaj të kotstat përmanda të dranazhimin e ujrave. Se do hidhen në dhe pafund atë. Është edhe një fushë abstrakte. Shumë nga njerëzit kanë frikë t'i afrohen. T'ju them një rast personal që të paktën mund të hedhë dritë kjo. Unë kam punuar në një institut shkencor dhe në vitin 90 na sjellin për herë të parë sistemet satelitore të parashikimit dhe vinin nga Bracknelli dhe nga Toulouse. Dy sistemet e parashikimit kohës fantastike. Dhe unë në 90-ën punoja në kompjuter dhe arria deri në ekuacion e gradës 3. Dhe na vjen një specialist francez. Në atëherë fascinonim Japoninë e kështu dhe kompjuteri shumica e shqiptarë nuk e dinë atë kohë. Dhe pyes shumë naivisht me ato njohuritë dhe kështu. I them çfarë niveli është Japonia, kështu se dhe ai eksperti francez më tha një gjë kështu. Nuk është në një nivel si që mendoni, po është fushë e panjohur, tha, dhe t'ju them diçka, ju për herë të parë në Shqipëri morët këtë sistemin, në Japoni ky sistemi është fare i nevojshëm, është fare i zakonshëm. Në Francë është po bëhet fare i zakonshëm. Aty më bëri të kuptoj diferencën shumë të madhe me ta. Dhe kthehem tani në kohën tonë. Ne nuk mund të jemi kaq më të avancuar dhe tha shumë mirë avokati këtë sensin, po pse nuk e bën Japonia këtë dhe vendet tjera që kanë mjete. Shiko, unë mbaj mend Letonin sapo ishte futur në NATO në atë kohë, pati një sulm kibernetik nga rusët, ja shuajtën të ja fikën, ja ulën automatin ata nga hakerat rusë.
Por ajo mbas atij momenti u bë një fuqi kibernetike. Do me thënë, investoj vetëm në siguri. Dhe ti sot ekspert lituanez ke marrë që të mundesh të rivarosh dëmin që të bën iranianët. Por ata ishin shumë të zotë dhe u investua gjithë shtetin në atë fushë dhe sot edhe NATO-ja i ka si pikë referimi o lituanizën letonesë, unë shpesh nga të problemi është se këtu 95% e administratës shqiptare kompjuterin e përdorin vetëm për Word-in. Jo, e përdorin si makinë shkrimi. Për Word-in e thash shumë moderne. Shkencore. Qa te mundani? Atëherë kjo situatë është e tillë, ai backupi që themi ne, jo vetëm backupi elektronik, është backup që në kohën e sulmeve iraniane na ndodhen situata nga më të çuditshme. Ne nuk kishim backup në letra. Çdo të thotë, binte Timsi, ti mund ngelesh në rrugë aty ose do kalonte personi më i kërkuar i Republikës, do kalonte në kufi, sepse polici nuk do rrinte të shfletonte dhe nuk e di ma e kishte atë listën e personave në kërkim. Janë disa situata të cilat kërkojnë shumë për shkak të hetimeve që ne kemi pasur. Apo i kemi nuk duhen vetëm servera përveç se servera. Jo, për backup-ët them. Po pra, duhen servera sipas rregulloreve ndërkombëtare të teknikës që janë të miratuara dhe në ligjet shqiptare, servera duhet të jenë diku sa më larg. Backupi duhet të jetë sa më larg Republikës Shqipërisë për arsye të ruajtur backupin. Se ai është koncepti backupit. Është qartë. Si punë e depozitimit të rezervatarit. Po, fiks. Që duhet të jenë diku tjetër. Si e shikon si hetim? E shikon hetim të vështirë këtë? Jo, nuk është hetim i vështirë, se është hetim bi bazë dokumentacioni. Dhe në rast se kërshetohet me dëshmit, në rast se kërshetohet dhe me veprime të tjera procedurale që mund të jenë këqyrje personash, mund të jenë këqyrje të dhënash, patjetër që është një hetim i pastër për të treguar se kush ka abuzuar dhe si ka abuzuar me ato fonde. Mbi të gjitha në rast se është abuzuar me ato fonde, se ne këto vitet e fundit po vuajmë nga pastërtia e faktit penal që ne e quajmë. Ore duhet kuptojmë gjithmonë kur një prokurori bën një hetim, jo vetëm prokurori posaçme, por çdo lloj prokurorie, duhet të jenë të qartë në atë që i thonë jo publikut, po dhe personit që e marrin të panderë. O zotri, ti me veprimet e tua për shkak të pakujdesisë apo për shkak të dashjes tënde, e ke marrë, e ke tjetërsuar gotën e ujit, e ke tjetërsuar, e ke bërë në shishe qumshi. Ke marrë, ke tjetërsuar, domethënë duhet të jesh shumë i thjeshtë. Dhe këtë gjë e ke bërë në filan datë, në filan ditë, pasi e morë shishen e ujit, e morë, e dorsove këtu e bërë atje. Prandaj, hetimi duhet të jetë shtërues për sa i përket kësaj mënyre. Është i vështirë, vetëm në rast se do të kërkohet të verifikohet të gjitha këto viruset si janë përdorur antiviruset, si janë përdorur antiviruset, software-ët të tëra format e tjera. Por është një hetim dokumentar, që i themi ne, mbi bazë dokumentare. Në rast se referohesh pasaj dhe deklarimeve të tjera, edhe në rast se ka element të një personit infiltruar, një personit të pandehur, të penduar, është tjetër situatë. E di që më ka bërë përshtypje, avokat, që ai hakerimi që na bën iranianët nuk doli asnjë fajtor, se kush e kishte fajin këtu te Akshi, pse nuk kishin krijuar mure mbrojtëse, sepse nuk kishin krijuar asnjë doli. Era pa fund, o bë asnjëri nuk doli përgjegjës që të thuaj që ore mirë drejtoresha, po të paktën e ka fajin ky më drejtori i mënyra se si pse ndodhi një, duhet gjetur shkaku i tij. Dhe duke gjetur shkaku pse ndodhi, gjendet edhe përgjegjësi pse e kishte lënë në derexhe. Në rast se jemi në rast fator, ti ke marrë të tëra masat që të parashikon legjislacioni dhe rregulloria jote, dhe kjo përsëri ndodhi, bravo i qoftë hakerit se ka qenë shumë i zoti. Por, në rast se hakeri e kishte shumë të thjeshtë se ti nuk kishe blerë software-in e fundit, por kishe blerë një software më të vjetër për të kursyer parat, dikush do të mbaj përgjegjësi për atë. Ka dhe diçka një element teknik. Njerëzit që merren me sigurinë kibernetike kanë programe të tjera të cilat kontrollojnë ndërfutjen e njerëzve që përpiqen, sidomos kjo pjesa e hackersëve, intensitetin e punës që ata bëjnë në zonat caktuara. Dhe ai me njerë ndërhyn, për shumë se s'mund të ndrysh në gjithë sistemi, po në këtë pjesë, o e fik, o bën diçka. Shikon aktivitet në një port, po themi, situar nga pikpamjet. Sidomos në vende të tilla sensitive, është shërbimi 24 orë, 24 orë, edhe shërbimi njerëzor. Kjo bëhet me njerëz me përgjegjësi të lartë e para. E këta njerëz duhet të kenë status shumë special. Se kanë bërë tender aty kanë qarë. Shumë përgjegjësim kanë bërë atë punë. Më kujtohet në prokurorinë ne kishim mirëmbajtës të IT-s të këtyre, një mësues matematike, sa i që më i përafërt i IT-s.
Një skandal është pak, dy janë shumë. Janë tepër. Janë tepër. Dhe unë nuk e di, ju thot pak më para që nuk dini si Zoti Rama do kaloj këtë, por Zoti Rama ka fatin e madh që individet që ka përballë janë në gjendjen më katastrofike të nevojshme. Dhe kjo ka qenë një situatë për ta që jo vetëm të tregoni nivelin. Ben, më duket se është dëshpëruar dhe ambasada amerikane se kishte shkuar, kishte takuar Gon Sheha, domethënë edhe ata s'din ku ta varrin krahun. Nuk kam thënë njerë, po ju nuk e keni kushtuar kujdes, ju kam thënë që ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës është bërë si ambasada e Luksemburgut të Shqipërisë tani, nuk është si kushton dikujt në një vëmendje. Okej. Zoti Besi, faleminderit që ishte me mua sot. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Ben, faleminderit që ishte me mua sot. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.